Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga ëmbëlsirat më të thjeshta dhe nuk e keni idenë se sa e shijshme dhe me një aromë fantastike që përgatitet. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tenxhere ose tigan të thellë do të shtojmë 600 ml qumësht, 100 gram sheqer dhe 2-3 lugë niseshte. Masën e sheqerit mund ta shtoni sipas dëshirës suaj, nëse dëshironi më të ëmbël mund të shtoni pak edhe më shumë. Do ta përziejmë në zjarr të ngadalë sa të trashet masa. Kam shtuar 50 gram gjalp dhe vanilje. Do të vazhdojmë përzierjen derisa të tretet gjalpi jashtë zjarrit kjo dhe më pas është gati për ta vendosur në forma. Unë tek format kam shtuar dhe nga 2-3 biskota, kjo është sipas dëshirës suaj. Mund të shtoni biskota, mund të mos e shtoni. Masën që përgatitëm dhe do ta lëm pak që të ftohet, pra që të mpikset. Ndërkohë që masa mpikset, në një tigan tjetër do të shtojmë 300 gram lule shtrydhe dhe 2 lugë sheqer dhe do t'i karamelizojmë në zjarr të ngadalë duke i përzier her pas here. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi lule shtrydhet janë karamelizuar, kanë marrë këtë ngjyrën e bukur, por edhe mjaft të aromë fantastike, i vendosim dhe ato në forma dhe ëmbëlsirën e keni gati. Si ju duket?